Kapitulli 3, vargjet 1 deri 5, nga vargu 1 deri 3 është slajdi i parë dhe 4 dhe 5 është slajdi tjetër. Mbi shtratin tim gjatë natës, kërkova atë që dashuron zemra ime. E kërkova, por nuk e gjeta, dhe është vajza që adresohet. Tani do të ngrihem dhe do të shkoj rrotull në për qytet, në për rrugë dhe në për sheshe. Do të kërkoj atë që do zemra ime. E kërkova, por nuk e gjeta. Rojet që sillen në për qytet më takuan. I pyeta ata, a e pat atë që do zemra ime? Sa po i kalova, gjeta atë që do zemra ime. E shtrëngova fort dhe nuk kam ndërmend ta braktis, derisa ta çoj në shtëpinë e nënës sime dhe në dhomën e asaj që më kanë ngjizur. Ju përgjërohem, o bija të Jeruzalemit, për gazelat dhe sudat e fushave. Mos e ngacmoni dhe mos e zgjoni dashurinë time derisa kështu t'i pëlqej. E kam ndarë në disa pjesa e parë që kisha dëshirë që ta shohim, e kam titulluar Në kërkim, edhe janë 3 kërkime që vajza bën në këtë kapitullin ton ku jemi. Në fakt është ky pasazh, ky fragment nga kjo këngë na kujton dashurinë që përveç se është marramendse në fakt dhe verbuese, ajo është shpesh dhe e dhimbshme, është frustuese, është konfuze, ndërsa kërkojmë një intimitet më të thellë. Kjo është e vërtetë si në marrëdhëniet tona njerëzore, ashtu dhe në marrëdhënien tonë me Perëndin, me Zotin. Në këtë kapitull, në fakt, ndërsa do shqyrtojmë anën e frustrimit që kërkon intimiteti, do të kapim 2 gjëra, do të shohim 2 pjesë, do të mendojmë për 2 gjëra. E para është pse duhet të vazhdojmë të kërkojmë dashurinë në mes të sfidave të saj dhe nuk e ka fjalën thjesht për një person të dashuruar me një person tjetër. Por dhe pjesa tjetër është dhe si mund të shohim përfundimin e gëzueshëm të këtij kërkimi, kush është ky përfundim. Kështu që le të shohim tani këtë ëndër, këtë dëshirë, këtë ëndër që vajza ka, dhe është një ëndër kërkimi. Kjo poezi na paraqet një ëndër të përsëritur kërkimi me të cilin vajza lufton natë pas nate. Në poezinë e mëparshme, në fakt, ajo është e sigurt për ta larguar djalin deri në mëngjes, nëse e mbani mend, i thot mirupafshim, shifemi në mëngjes tani. Nuk është koha që ne ta kalojmë natën së bashku. Ajo e dinte se nuk ishte ende koha që ata të ishin bashk për gjithmonë, ende nuk ishte arritur tu. Tani megjithatë, ndërsa netët e gjata vetëm zgjasin, në ëndrat e saj, në dëshirat e saj, ajo guxon të dalë jashtë murit të shtëpisë së saj, duke kërkuar të dashurinë e saj. Pra në dëshirën, në ëndrën e saj është një gjë e tillë. Sigurisht, shumë nga ëndrat tona tani sillen rreth kërkimit të diçkaje për të cilën shpesh na rri mendja aty, pavarësisht se çfarë mund të jetë. Në ëndrën e vajzës, ajo është vazhdimisht në kërkim të djalit të saj, të cilin e quan vazhdimisht atë që shpirti im e do. Disa herë po e thot këtë pasazh, tek vargu i parë, vargu i dytë, vargu i tretë, vargu i katërt na përmendet, por dhe tek kapitulli i parë, vargu i 7. Përpjekja e saj e parë në fakt për ta gjetur djalin, qëndronte tek shtëpia, aty ku ishte, dhe aty dështoi, e kërkova, thot, por nuk e gjeta. Në ëndër kërkimi i saj e radhës, e nxori në rrugë, dhe kur themi në ëndër, në dëshirë ishte kjo dëshira e saj, e nxori në rrugë dhe në zonat të hapura të qytetit, të cilat do të kishin qenë një vend i rrezikshëm për një vajzë të re natën. Megjithatë, edhe kjo përpjekje e dytë dështoi. Ajo thot, e kërkova, por nuk e gjeta. Dhe menjëherë pas këtij dështimi të dytë, ajo vetë u gjet nga rojet që shëtisin në qytet. E gjetën rojet këtë tani, teksa kjo po e kërkonte. Dhe ka një ironi në fakt shumë interesante të caktuar në këtë, kërkuesi u gjet nga ata që po e kërkonin. Unë doja të bëja një shaka të vogël, ishte një lajm i befasishëm për një person që kishte humbur. Edhe gjithë fshati i vogël, qyteza e vogël kishin dalë në kërkim të personit, ka që bujshme u bë, sa që dhe vetë personi doli në kërkim të vetës dhe ishte i dehur.
Por në fakt nuk është një të rast me këtë pjesë. Kjo vajzë në përpjekjen e saj u gjet nga ata që nuk po e kërkonin. Sigurisht nëse dikush do ta dinte se ku ishte i dashuri i saj, do të ishin këta burra, puna e të cilëve ishin të vëzhgonin, këta ishin kamerat e qytetit në atë kohë, nuk ishte kamera, ishin vëzhguesit, njerëzit që kujdeseshin për sigurinë e qytetit. Ajo i pyeti, atë që shpirti ime do, a e keni parë, tek vargu 3, por as ata nuk e kishin parë, as kamerat e asaj kohe nuk e kishin parë. 3 përpjekje për ta gjetur dhe 3 dështime. Interesante është që nuk ndaloi ajo së kërkuari, por më në fund arriti suksesi. Vetëm pak kohë pasi u largua nga rojet, ajo më në fund e gjeti atë që shpirti saj e do. Në fakt 3 herë përmendet shpesh si numër, edhe nuk është një numër i çuditshëm, por në fakt është një numër plotësie. Numri 3 në Bibël, numri 7 janë numra plotësie që tregojnë për sosmërinë e atij kërkimi, që do të thotë kjo nuk, pavarësisht sfidave që pati, nuk e humbi shpresën e kërkimit. Megjithse nuk po e shifte, megjithse ju duke pamundur, ajo nuk e humbi dëshirën për të kërkuar, dhe është një nxitje për zemrën e secilit prej nesh për të mos u dorëzuar. Thonë njerëzit shpesh në momente të ndryshme të caktuara të jetës kur ne bijem dhe rrëzohemi, thonë nuk mundem më. Edhe ndoshta për pak edhe me shaka, për t'i dhënë pak është një pak normë buzëqeshje atij momentit të vështirë, por pas ke akoma frymë për të thënë që nuk mundem më. Kështu që mos e keq përdor këtë moment fundit, por përdore deri në fund. Ideja është kur ne themi që dorëzohemi nuk mundem më, është moment jo i duhur. Njeriu ka nevojë të mësojë dhe fjala e Zotit na mëson që të jemi këmbëngulës. Derisa vdekja të ndajë, derisa vdekja të shkëpus, atëherë të dorëzohesh. Teksa je ende gjallë, teksa merr ende frymë, mos u dorëzo. Edhe kjo është një përpjekje interesante kësaj vajze, 3 herë që tregon se dështimi i saj ishte i plot në këtë 3 herë, por dhe kërkimi i saj nuk u dorëzua. Le të mësojmë nga fjala e Zotit. Diku tjetër fjala e Perëndisë na thotë që ne nuk jemi nga ata që tërhiqemi pas, por nga ata që besojmë deri në fund në shpëtimin e shpirtit. Prandaj është karakteristik e një besimtari qëndrueshmëria deri në fund, Në ëndrrën e saj ajo e kapi në fund, pasi e gjeti dhe nuk pranoi ta lindte të shkonte derisa ta sillte shëndoshe mirë, po ku ta sillte? Në shtëpinë e nënës së saj, në dhomën madje ku ajo ishte ngjizur. Dhe ti mendon dhe reflekton në këtë pjesë dhe thot, çfarë po thomi këtu? Në atë pikë autorja me mençuri ja ul perden ëndrës, nuk kemi nevojë të dimë se ç'ndodh më pas. Dhe vargu 5 në fakt na thot, ju përgjërohem o bija të Jerusalemit për gazelat dhe sudat e fushave, mos e ngacmoni dhe mos e zgjoni dashurinë time, derisa kështu t'i pëlqej. Dashuria nuk është vetëm verë dhe të ndafila, dritë hënë dhe kulme emocionale në një ambient të këndshëm me zjarë dhe ca atmosfera romantike duke dëgjuar Celine Dionin. Nuk është vetëm kështu. Ndonjëherë mund të jetë një grop pa siguri dhe errësire në të cilën endesh, i friksuar se ke humbur atë që shpirti yt e do. Pjesa tjetër që kam qejf të shohim është në ndjekje, në qëndrueshmëri dhe në ndjekje të këtij intimiteti. Po çfarë na mëson ky pasazh teksa e lexojmë këtë pak vargje dhe reflektojmë? Një gjë që ju nxis shpesh është mos njerëzit thonë kam lexuar Biblën. Bibla nuk është një roman që lexohet dikur edhe kaq. Është jetë. Ti nuk e ngrën bukë dikur edhe nuk ha më. Ti nuk jeton dot. Pas çdo vakti un jam përpjekur tani të mbaj pak dietë, edhe premtoj pas çdo vakti pasi kam ngrënë mirë që nuk do ta ha më. Por vini re kur ishte premtimi im.
pas çdo vakti që kam ngrënë mirë, tjetrin nuk do ta ham. Dhe kur vjen ajo uria, prandaj premtimet nuk bëhen vetëm pasi janë plotësuar, por premtimet bëhen për kohë të vështira. Mësimi i parë dhe mjaft i qartë që mësojmë është se dashuria është një punë e vështirë. Miq, ne jemi në faza të ndryshme, disa prej nesh janë ende të rinj, disa prej nesh kanë kaluar vite, por në çdo fazë që ti jesh, dashuria është një punë e vështirë. Intimiteti vërtet duhet të ushqet vazhdimisht dhe nuk duhet i lihet vetëm aspektit rastësor të ndjenjave. Njerëzit shpeshherë shumë e frikshme në faktin për divorce, një nga arsyet kryesore në formë statistike është pse ndahen, është sepse nuk ndjej më për të. Edhe ky është bërë refren sot e kësaj dite, nuk ndjej më për këtë, dhe duket sikur ndjenjat ishin një ditë të goditën si një rufe dhe pastaj u larguan dhe ikën. Në fakt dashuria e vërtet që na mëson shkrimi është një dashuri që nuk bazohet vetëm te ndjenjat. Ndjenjat nuk janë lokomotiva. Ndjenjat janë vagon që është këndshëm t'i kesh, por nuk mund të drejtojnë, sepse sot ti mund të jesh në 40, nesër mund të jesh në bodrum dhe nuk mund të tretosh dashurinë e jetës tënde nga ndjenjat. Prandaj është shumë punë. Dashuria është një marrëdhënie në të cilën e kërkon vazhdimisht të dashurin tënd derisa ta gjesh atë. Kur vajza më në fund e gjeti, ajo e kapi dhe nuk e lëshoi. Dhe shikoni pak këmbënguljen, jo vetëm në kërkim, por këmbëngulje edhe në mbajtje. Shpesh njerëzit mendojnë tani që u martova, tani e kemi bërë atë murin edhe nuk na ndan më asgjë derisa vdekja të na ndajë, dhe gjithë njerëzit preken ato çaste, mezi presin që dhëndrit të pust vajzën aty para altarit dhe premtimi i këndshëm duket. Miq, por kur të vjen realiteti, në të mirë dhe në të keq, si duket ajo, nuk është më aq romantike sa u duk atë ditën e altarit kur ti the, në të mirë dhe në të keq, do të jem me ty derisa vdekja të na ndajë. Ku vajten ato premtime kur ikën ndjenjat? Kur është situata e keqe, ku vajti, ku fluturoi? Prandaj vendimi dhe fjala e Perëndis na tregon për të qenë të kujdesshëm në këtë hyrje, por dhe të qëndrueshëm në vazhdimsi, që vërtet deri sa vdekja t'ju ndajë. Ta kapësh është një fjalë në fakt që përdor në seksionin e mëtejshëm për kapjen e dhelprave, nëse mbani më nga hera e kaluar, që do thotë jo ta kap për ta lëshuar, por ta kap për ta mbajtur mirë, për ta siguruar. Ekziston një këmbëngulje dhe një fokus i qartë në ndjekjen e saj për djalin. Ajo nuk ecën kuturu, nuk është që nuk di çfarë po kërkon dhe kë po kërkon. Ajo e ka shumë të qartë fokusin e saj. Kjo nuk është thjesht takim rastësor në të cilin dy anëtarë të seksit të kundërt, po kalojnë kohë në një marrëdhënie afatgjatë të papërcaktuar. Miq, dashuria përfshin një ndjekje ekskluzive. Është ai, thot ajo, që shpirti im e do, dhe jo një nga shumë kandidatët e mundshëm romantik. Ajo ka shumë të qartë se çfarë shpirti i saj do, edhe se si është ai që do. Për më tepër, është një ndjekje me një qëllim të qartë që është ta çojë ku ishte destinacioni. Çfarë thoshte aty te Bibla? Ku ta çonte? Te shtëpia e nënës sime, në dhomëzën ku ajo mëngjisi. Po pse vajza, lind pyetja, dëshiron ta çojë djalin në shtëpinë e nënës së saj, nga të gjitha vendet e mundshme ku mund ta çonte? Mund të dilin shëtitje nga liçeni, mund të pinin një kafe tek restorant fresku, mund të vinin në shumë vende të ndryshme, mund të dilnin në dajt, në teleferik. Jo, kjo vendos që do ta çojë tek shtëpia e nënës së saj, madje te dhoma ku është ngjizur. Duhet ta pranojmë në fakt gjithashtu se në ëndrat e saj vajza e re nuk dëshiron thjesht intimitet, marrëdhënie intime. Ajo dëshiron intimitet në kontekstin e duhur, kontekstin e shtëpisë dhe familjes, që kaq shumë është larguar sot. Sot kemi arritur një shoqëri që është bërë individualiste, tmerrshme, ku fëmia largohet dhe nuk do të di se çfarë bën në jetën e saj, nuk pyet për askënd,
por nuk është kështu, nuk është e shëndetshme. Njerëzit jetojnë sikur do të jetojnë afatgjat gjithmonë, do të jenë 20 vjeçar të rjetën. Jo, në çdo kohë, thot fjala e Perëndis, Zoti na ka dhënë aspektet e veta. Ka një kohë për të qarë, ka një kohë për të qeshur, ka një kohë për të lindur, ka një kohë për të vdekur, ka një kohë për të dashuruar, madje ka edhe një kohë për të urryer. Mos harroni, konteksti biblik është konteksti një intimiteti, një marrëdhënie intime, por në kontekstin e familjes, të shtëpisë. Nëse gjithçka që do të dëshironte ishte thjesht intimitet, mund të kishte dalë jashtë murit me të në poemën e mëparshme. Është shumë e lehtë të gjesh privatësi në fusha, sesa brenda shtëpisë, në familje. Ajo dëshiron ta çojë aty në shtëpinë e nënës së saj, në dhomën së ku është ngjizur. Me këtë dëshiron të sjell djalin në qendrën e jetës së saj dhe të historisë së familjes së saj, në mënyrë që ai ta kuptojë në një nivel më të thellë se çfarë ndikimesh të thella e kanë formuar atë vajzë në personin që ajo është sot. Nuk është thjesht lidhja, dashuria, më pëlqeu e pëlqeva, por ideja është ka nevojë që personi të njohë në thellësi, madje deri në imtësinë, edhe kjo është koha përgatitore, është koha e të folurit me letra të hapura për jetën, është koha e të folurit për dështimet dhe për gëzimet, është koha për të treguar të vërtetat. Ne shpesh jemi njerëz që gjithmonë përpiqemi të veshim atë fasadën e bukur për jashta, madje edhe ndërtesat i bëjmë me fasada të bukura nga jashtë, por fshehim atë që është brenda. Ajo që dëshiron kjo vajzë që ëndërron është një intimitet i thellë me atë që shpirti i saj e do, një marrëdhënie të cilën shpirtrat e tyre janë të ndërthurur aq ngushtë sa dhe trupat e tyre. Ajo dëshiron të çojë atë në vendin ku së bashku mund të formojnë brezin e ardhshëm të familjes, ashtu sikur pas vdekjes së Sarës, nëse e mbani mend në Bibël, Isaku e çoi gruan e tij Rebekën në tendën e Sarës dhe u ngushëllua. Marrëdhënia është bërë shumë sipërfaqësore sot në botën ku jetojmë dhe shitet, madje edhe njerëzit besimtar fillojnë dhe e blejnë këtë formë shitjeje, që ke qef të pëlqeu dikush, shko me të. Absolutisht jo, është kaq e shenjtë, është kaq e bekuar një marrëdhënie kur është afatgjatë dhe e lidhshme në mënyrë të duhur. Për të përdorur gjuhën e Zanafillës, në fillim fare mbani mend se si tha Zoti njeriu tek kapitulli 2 vargu 24, ajo dëshiron që djali të largohet nga babai dhe nga nëna e tij dhe bashkohet me gruan e tij dhe të dy të bëhen një mish i vetëm, me gjithçka që kjo përfshin për bashkimin e plotë të jetës së tyre. Ky imazh në fakt është një marrëdhënie thellësisht të përkushtuar dhe kundër kulturës në të cilën ne jetojmë. Kultura thotë, je sot me të pëlqeu mirë, nesër të pëlqeu lëre, shiko dikë tjetër. Në këtë botë po jetojmë, një botë sipërfaqësore. Por fjala e Perëndis na thotë që martesa ishte ideja e Zotit. Zoti krijoi mashkull dhe femër, nuk e krijoi njeriu, nuk e krijoi asgjëja një gjë kaq perfekte dhe të mrekullueshme. Ne shpesh e shohim procesin e takimeve si një proces mjaft të rastësishëm dhe individual, në të cilën provojmë marrëdhënie të ndryshme në mënyrë që të gjejmë personin që na bëjnë të ndihemi mirë. Nga ana tjetër ndodh që të mbajmë një marrëdhënie thjesht që të kesh dikë të bën të ndihesh mirë, sesa ti je vetëm. Të dyja këto janë një rrezik në fakt për jetën tënde, se kjo është një gjë serioze. Kjo qasje çon një model marrëdhënie seriale, njëra pas tjetrës, dhe lidhje të rastësishme në të cilat njerëzit bëhen miq me përfitime, por nuk mund ta imagjinojnë të marrë një angazhim ekskluziv ndaj një personi për gjithmonë. Ekzistojnë të gjitha llojet e arsyeve që njerëzit mund t'i japin si të rëndësishme për të justifikuar këtë individualizëm egoist dhe frikë nga angazhimi. Miq, fjala e Zotit është bërë për të parë veten në pasqyrë, po jo veten siç duam ne, por veten siç na tregon Bibla. Dhe Bibla na tregon që martesa, lidhja që në momentin që ne lidhemi dhe derisa vdekja të na ndajë, është një angazhim, jo vetëm për personin, por për më tepër për të nderuar emrin e Zotit. Edhe shumë interesante kjo pjesë.
Pra ne shkëpusim shpeshherë seksin nga angazhimi dhe angazhimi nga marrëdhëniet, gjë që na zhndron në konsumator të marrëdhënieve. Dëgjojini mirë këtë, në shoqërinë e sotme, shkëputet, ndahet, nuk qëndrojnë dot bashk marrëdhënia intime, seksuale nga angazhimi dhe nga angazhimi nga marrëdhëniet, gjë që na zhndron në konsumator, më pëlqen merres, të pëlqen lëra. Nuk është e tillë kjo lloj marrëdhënie. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të njerëzve që mund t'i përdorim për t'i shërbyer interesave tona dhe për të përmbushur nevojat tona, në vend që të kërkojmë një marrëdhënie të vetme, intime gjatë gjithë jetës, në të cilën bëhemi shërbëtor të përkushtuar të një tjetri me të cilin jeta jonë është ndërthurur plotësisht dhe përjetësisht sa kohë jemi në tokë. Apo e kuptoni çfarë po na thot? Që është një gjë shumë serioze, që nuk është më thjesht kur hyn në martesë, hyra në martesë tani e kam siguruar. Jo, është një përkushtim dhe nuk është thjesht egoizëm. Kundër këtij këndvështrimi bashkohor, kënga e këngëve na nxit të respektojmë fuqinë e mrekullueshme dhe shqetësuese të dashurisë dhe seksit. Mos e trajtoni seksin si një gjë të lehtë, diçka me të cilën mund të luhet lehtë. Mos luani me marrëdhënie rastësore, derisa të jeni gati të angazhoheni në këtë lloj kërkimi gjithëpërfshirës për ata që do të përfshihen në familjen tuaj dhe me të cilin do të ndërtoni brezin e ardhshëm. Nuk jeni gati për dashuri dhe sigurisht që nuk jeni gati për seks. Ndonjëherë duam ndjesinë të qenit në një lidhje më shumë se sa duam realisht personin tjetër. Dhe fjala e Zotit na përball me këtë gjë. Secilin prej nesh. Por dashuria të qenë në një lidhje nuk do të na mbajë përpara kur mëkatet dhe dështimet e personit tjetër bëhen të qarta, siç do të bëhen në mënyrë të pashmangshme herët apo vonë, sepse personi tjetër, nëse nuk e di, është mëkatar. Dhe do të fillojnë konfliktet. Mua i mjaltit mbaron. Edhe thon pleq 2 gish mjalt ka pasaj, e dini vetë vazhdimin apo jo. Por nëse shpirti ynë e do vërtet një person me një dashuri të thellë, ajo që thash, ajo shprehje popullore, është koncepti botës. Është koncepti botës. Por fjala e Perëndis na flet komplet për një koncept tjetër që kur je besimtar i krishterë, ti e përfaqëson dhe e përqafon fort. Nëse shpirti yt e do vërtet një person me një dashuri të thellë dhe të palëkundur, pavarësisht nëse personi është i pranishëm apo jo, atëherë ne do të vazhdojmë të ndjekim atë dhe ta kërkojmë më të mirën e atij ose të saj, edhe kur më e keqja e personit është në dukje. Edhe kur ana më e keqe e personit që shpirti yt do del në pa, ana më e poshtër e personit, ti vazhdon ta duash. Patjetër që dëshiron që të ndroj, por ti vazhdon ta duash fort. Kur je beqar, është e lehtë të përqendrohesh në sfidën e hyrjes në një lidhje në radhë të parë. Megjithatë, sado i vështirë të jetë ky proces, hyrja në një lidhje është pjesë e lehtë. Mbaj mend mirë këtë gjë. Të duash vërtet dikë, përgjithmonë, kjo është shumë e vështirë. Është e lehtë, kur je jashtë duket e vështirë të futesh, por në fakt është e lehtë të futesh, por shumë e vështirë të qëndrosh deri në fund. Kjo shpjegon pse ka kuptim të njohësh dikë shumë mirë përpara se të angazhohesh për të bashkuar jetën tënde me atë person. Sigurisht nëse do të martohesh, do të duhet të martohesh me një mëkatar, nëse di këtë, ke fituar shumë. Nuk ka shpirt binjak. Personi që ti do të martohesh, nuk ekziston shpirti binjak. Në fakt edhe ne na pëlqen termi shpirt binjak dhe kisha qejf ta thoja pak këtë gjë, por ne duam binjakun më të mirë ta anëson. Se po të vërtet të martoshe me një shpirt binjak si që e ti, vërtet, ti do të zihesh me atë person. Sepse ty të pëlqen të flesh, por po të pëlqen edhe personi tjetër të flej, po kush do t'ju bëj për të ngrënë? Ky shpirti binjak do bëhet shpirti naçor pastaj. Kështu që do të pëlqente të ishe shpirt binjak, po për një person ndryshe për të shërbyer ty. Në fakt nuk ka shpirt binjak. Mos haro, personi që ti do të martohesh është mëkatar. Është një person i rënë, sepse ky është i vetmi lloj personi që ekziston në botë.
Nuk ka për të pasur një person të përsosur. Megjithatë, jo çdo mëkatar është në përputhje të mirë dhe perfekte sa mundet për ty. Periudha e takimeve ose e njohjes nuk do të duhet thjesht të kalohet në një mjegull të mrekullueshme romantike. Nuk është që tërkohës të rrim kështu, por ka nevojë për të biseduar gjëra të thella. Në fakt mendoj ndonjëherë se brezat ndryshojnë. Unë jam 47 vjeç sot dhe mendoj, ore brezi sot kur lidhen. Jam kurioz. Sa thellë flasin për jetët e tyre. Sa diskutime të thella hapin. E dyshoj që mund të jenë shumë të thella sepse shumicën e kohës o do e kalojnë thjesht duke qenë kështu afër me njëri tjetrin ose në telefon. Ka humbur komunikimi. Prandaj mi që shumë i nevojshëm komunikimi, sidomos në fazat e njohjes. Iqeni atë të bekuar telefon, edhe shpenzoni kohë, bëni mësoni të shkruani ca pyetje të vështira për personin tënd që ke përballë, por dhe për veten tënde. Është shumë e nevojshme. Supozohet të jetë koha kur të mbledh të dhënat, koha e njohjes është koha kur ti mbledh të dhënat se si përshtateni së bashku si çift, sa efektivisht i shërbeni njëri tjetrit dhe sa efektivisht u shërbeni të tjerëve së bashku. Sigurisht Bibla gjithashtu këmbëngul që duhet të martohesh me një të krishterë, nëse je besimtar i krishterë, Bibla thotë duhet të martohesh me një të krishterë, ta themi pse, dikë që ndan vlerat e dashuritë tua më të thella. Dhe Pali përdor imazhin e gjallë të veçantë i lidhur në mënyrë të pabarabartë. Ç'do të thotë kjo? Imagjinoj një gomar të vogël, mëz, i themi nga zona jon, dhe një dëm të madh të lidhur me një parmend. Parmendat janë ato pjesët e drurit që bashkojnë në dy qe për të lëruar tokën. Tani një gomar mëz i vogël dhe një dëm i fuqishëm të i lidh me një parmend dhe ju vendos atë parmendën prapa dhe i thua tani të vend të lërojnë tokën. Si mundet të shpresojnë ata të lërojnë një brazd toke të tërë së bashku? Ata janë të papajtueshëm dhe në mënyrë të pashmangshme do të përfundojnë duke hequr nga drejtime të ndryshme. Kështu që parmenda do të shkojë kudo dhe puna nuk do të bëhet dhe kafshët që është më e rëndësishmja do të dëmtohen. Sepse nuk janë një hap. Po kështu, si mund të shpresosh ti, nëse je besimtar vërtet i krishterë, të lërosh një brazë të drejtë gjithë jetën tënde, të ndërtosh gjithë jetën tënde me dikë që nuk ndan vlerat, shpresat, ëndrat e tua më të rëndësishme në jetë. Si mund të bëhesh ti kock e kockave të mia, siç thoshte fjala e Zotit, dhe mishi tim, dhe shpirti tim me dikë, shpirti i cilit nuk është në harmoni me tëndin në nivelin më të thellë. Patjetër që Zoti mund ta ndryshojë thellësisht pas martesës suaj në mënyrë që bashkëshortja apo bashkëshortja juaj të ndaj besimin tuaj ose nivelin tuaj të përkushtimit ndaj krishtërimit. Por vini re, kjo nuk ndodh zakonisht. Në fakt nga gjithë eksperienca e jetës sime, kam parë shumë në kishat tona në Shqipëri që shumë njerëz, vajza apo djem besimtar, janë lidhur me jo besimtar, me shpresën se ai jo besimtari ose jo besimtarja do të bëhet besimtar. Në fakt, realiteti ka treguar që në shumicën e rasteve, në fakt nuk di rast personal, kur të jetë kthyer jo besimtari dhe të jetë dhënë i përkushtuar në Zotin. Shumë pak mund të ketë. Shumica e rasteve dhe vetë besimtari hiku dhe u end në botë. Dhe kjo nuk ndodhi brenda një dite, por do njëherë muaj dhe vite të tëra që të duket. Zoti mund të shndrojë gomerët, përveç atë që folëm shembullin, në mënyrë të mrekullueshme në qe, në dema. Por kjo nuk e bën lidhje në një gomari së bashku me një ka apo me një qe dhe shpresën për më të mirën një strategji të mençur bujqësore. Kjo nuk do thotë për shkak se ti do të ecësh me idenë që Zoti do ta bëjë këtë mrekulli. Ku e di ti nëse ai do të shpëtohet, do të besojë në Krishtin? Ku e ke ti këtë siguri? Bibla thotë njerëzve që nuk janë besimtar, që nuk janë martuar, thotë mos u lidh me një jo besimtar,
sepse vlerat e tua më të thella nuk janë të njëjta, ëndrat e tua më të thella nuk janë të njëjta, dëshirat e tua më të thella nuk janë më të njëjta. Si përfaqësore, po. Më mirë të vazhdosh të kërkosh një partnere, me të barabartë që nderon Zotin, edhe pse ky kërkim për dashuri është i gjatë dhe i mundishëm dhe vuan dështime të përsëritura gjatë rrugës, se sa me një besimtar. Por kur je i martuar, Bibla thot, nëse je i martuar dhe ndodh që u bëre besimtar ti dhe bashkëshorti nuk është besimtar, Bibla thot, ata lë thot një pyetje? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Nuk mundet të ndahet. Shikoni mi sa i shenjtë është martesa për Zotin. Zoti e urren divorcin. Bibla nuk jep asnjëherë një arsye për divorc. Ka patjetër që njerëzit mendojnë, po ja në rastin e tradhtisë, patjetër po vire re se sa e dhimbshme është, edhe çfarë kalvari është. Prandaj Bibla Zoti nuk e pëlqen divorcin. Vazhdimi i kërkimit gjatë jetës për intimitet, për një fazë tjetër tashmë, jo vetëm për lidhjen, fazën e fillimit. Në mënyrë paradokse, kërkimi nuk mbaron kur vajza hyn në një lidhje. Në një kuptim, vajza në poem e ka gjetur tashmë djalin e saj. Pasi e ka gjetur djalin e saj, e vazhdon të kërkojë atë. Marrëdhëniet nuk janë kur statike, ato gjithmonë po shkojnë diku, ose po afrohemi më shumë me njëri tjetrin, ose po largohemi më shumë. Koha do e tregoj. Miq, nëse dy persona që janë martuar nuk punojnë për të investuar te njëri tjetri, do ndodh largimi, distancimi. Mos mendoni që në divorcet e ndryshme që kanë ndodhur, njerëzit janë larguar brenda ditës. Kanë filluar shumë ëmbël, shumë lehtë këto shkëputje, derisa janë bërë dy të panjohur që thjesht ndajnë ambientin ku qëndrojnë. Vajza e ka të qartë se kur dëshiron të shkojë kjo marrëdhënie përpara drejt martesës dhe familjes, e ka shumë të qartë këtë qëllim. Nuk është për aventurë, por është për stabilitet. Në ndjekje të këtij qëllimi, ajo është këmbëngulëse dhe kërkuese. Shumë çifte punojnë shumë për të njohur me njëri tjetrin para se të martohen dhe pastaj supozojnë se mund të jetojnë në autopilot. Që do thotë, tani u martova, s'ka nevojë për punë. Martesa, makina është ecën vetë tani. Absolutisht jo. Punë është përpara, punë duhet edhe më shumë më vonë. A dështojmë? Po dështojmë. Secili prej nesh do dështoj. Por si thotë është Bibla, nuk kemi nga ata që tërhiqeni, por kemi këmbëngulje deri në fund. Ka një kosto intimiteti. Po cila është kjo kosto intimitetit? Donjëherë bisedat intime janë të rrezikshme dhe madje të dhimbshme. Mund të jetë e vështirë t'i hapësh dikujt për plagët e thella të vështirësive të së kaluarës apo të tashmes. Mund të jetë e rrezikshme t'i besosh dikujt informacionin që ai ose ajo mund të përdorë lehtësisht për të të lënduar nesër. Ky lloj intimiteti emocional nuk ndodh dhe nuk duhet të ndodhë në takimin e parë, madje as në takimet e para. Mos jeni kaq naiv sa që direkt të besoni më të mirën tek tjetri që me herën e parë. Jepi kohë, mos trego kaq lehtë për të treguar gjithë historinë e jetës tënde një të panjohuri. Por është një pjesë thelbësore e ndërtimit të një marrëdhënie të thellë dhe reale që ju lidh thellësisht së bashku dhe ju përgatit për martesë. Disa biseda mund të kenë nevojë të përfshin dhe njerëz të tjerë dhe unë ju nxis për këtë pjesë. Gjë që bie ndesh me qasjen tonë në botën ku jetojmë në këto lloj marrëdhëniesh. Kur gruaja dëshiron të sjellë djalin e saj, kjo vajzë dëshiron të sjellë djalin e saj në shtëpinë e nënës së saj, është e arsyeshme të supozohet se ajo dëshiron që ai të takojë familjen. Interesante në fakt është që në brezin e sotëm dhe pak kohë më përpara, familja e merrte vesh i fundit. Babai sidomos ishte personi i fundit. Në fakt nëse shikon me syrin e Biblës, nuk duhet jetë kështu. Familjarët, sidomos kur janë besimtarë, duhet ta dinë nga personat e parë, sepse janë ata që mund të këshillojnë më mirë se kushdo tjetër. Ata që janë besimtarë dhe kërko për njerëz, mos e shijo marrëdhënien në atë misterin nga bota, në kuptimin e të tjerëve, në
i mbyllur, izoluar, ke nevojë të përfshish njerëz të tjerë, familjar mundësirë, sidomos kur janë besimtarë. Familjet tona shpesh na njohin dhe ato duan më të mirën se kushdo tjetër dhe mund na ndihmojnë të vlerësojmë me mençuri shëndetin e marrëdhënieve tona. Ndërtimi i një marrëdhënie të fortë është një projekt komunitar dhe jo individual. Shumë e vështirë t'i hapesh një familjari për ndjenjat dhe emocionet, por duhet. Shumë e vështirë t'i flasësh dikujt për një dështim edhe si të bësh për të gjë, por ne jemi qenie njerëzore që Zoti na ka bërë me nevojë për njëri tjetrin, prandaj mos hezito të kërkosh ndihmë, sidomos tek besimtar. Nëse nuk keni një familje të mençur për t'ju udhëhequr në këtë fushë, gjeni mentor të tjerë të pjekur që mund t'ju ndihmojnë të dalloni nëse marrëdhënia juaj po përparon në mënyrë të shëndetshme. Ne shpesh mendojmë se i dim të gjitha, por në fakt nuk i shohim gjërat me këndvështrimin e duhur. Mendoni të kërkoni së bashku këshillim paramartesor, ndërsa i merrni seriozisht peshën e jashtëzakonshme të angazhimit që po mendoni të bëni. Edhe unë them, në fakt e kam thënë shpesh të pjesë, më bën përshtypje, sidomos çiftet në kohët e sotme, ku me makina shumë të shtrenjta ditën e martesës ndalojnë gjithë qarkullimin dhe duke festuar me miliona lek, me mira euro hedhin për atë ditë të famshme të martesës. Dhe po t'i pyesësh, a kanë investuar në një këshillim paramartesor? Unë do thoja zero. E çfarë do thotë këshillim paramartesor? Për të këshilluar me njerëz të tjerë, a është e shëndetshme kjo lidhje? A është i shëndetshëm mënyra se si ne mendojmë martesën, të ardhmen, familjen? A çfarë na mëson sidomos shkrimi në lidhje me këtë gjë? Njerëzit totalisht e neglizhojnë. Sikur të investonin shumë pak për këtë gjë, do kishin pasur një martesë më të suksesshme. Sigurisht dashuria e vërtet nuk pret gjithmonë një kohë të përshtatshme në agjendën tënde. Fuqia e saj dërmuese mund të pushtojë në çdo kohë, por nuk ke nevojë të shposh vazhdimisht me shkop, duke u përpjekur të bësh dashurinë të ndodh. Tani dua të bie në dashuri, tani me një shkop magjik, kur koha nuk është vërtet e duhura. Intimiteti me Perëndin. Do ta lidh pak me këtë sepse ka shumë kuptim kjo pjesë. Deri tani thjesht kemi folur për kërkimin ton për marrëdhënien me njëri tjetrin, burr grua, i dashur e dashur në këto dhe kërkimi. Megjithatë kërkimi ynë për dashurinë në nivelin njerëzor, dëgjoj mirë këtë gjë, nuk bën që tjetër vetëse pasqyron atë dhe imiton kërkimin ton për dashurinë e plot dhe të thellë me Perëndin. Në të vërtetë kërkimi për një marrëdhënie me Perëndin është një temë kyçe në shembulltyrën e Jezusit. Ai deklaron se mbretëria e Perëndisë është si një njeri që gjeti një thesar të varrosur në një arë, ai shiti gjithçka që kishte bler, që kishte vetëm për të bler arën. Mbretëria e Perëndisë është si një margaritar me vlerë të madhe, njeriu që e gjeti atë margaritar, shiti gjithçka që kishte për ta marrë sepse e dinte vlerën e saj. Nëse zhvillimi i një marrëdhënie njerëzore kërkon një ndjekje të pasionuar, do punë. Nëse të zhvillosh një marrëdhënie njerëzore do punë vërtet, do vendim, madje duhet të marrësh dhe risk për këtë gjë. Çfarë duhet të themi për kërkimin ton për Perëndin? Apo kërkon intimitetin me të njëjtin pasion me të cilin ndjek marrëdhënien tënde njerëzore, po ashtu me Zotin? Apo je i përfshirë në një marrëdhënie të rastësishme konsumatore me Zotin? Çfarë do të thoya me këtë gjë është me cilën, çojmë sot, Zot si e mirë, hapë që Biblën, vargu që dua, po ky më preku. Hapë një vargë, Zoti ka nevojë për gomarin, si ishte për mua sot ky pasazh. Të gjej një pasazh tjetër ku i bie. Kjo është nuk është mënyra më e mirë. Ti nuk shkon te kuzhina dhe hap dollapin apo te frigoriferi dhe këtë zerdora merr dhe ta hash. Hey, ke nevojë për ushqim të shëndetshëm. Ke nevojë për përkushtim, për të zhytur mirë. Jo për të përfshirë vete një marrëdhënie të rastësishme, ku të mëzëgjishti, konsumatore, në të cilën ri me aq kohë sa të duhet të sjell dobi, por i shmangesh një angazhimi më të thellë dhe më të kuptueshëm për ta njohur, dashuruar, shërbyer atë si shpirtin tënd binjak të vërtetë dhe të përjetshëm. Ka fjalën për Perëndin. Psalmi
42:1 thot kështu autori, ashtu si suta, si drenusha, si dreri, ka një dëshirë të madhe për rëket e ujit, kështu shpirti im ka një dëshirë të zjarrt për ty, o Perëndi, thot autori. Psalmisti kishte etje për Zotin, ashtu si një kafshë privuar në shkretëtir dëshiron një prue që rjedh. Mendo pak për këtë imazh. A kërkon dreri rastësisht ujë? Ku t'i bie? Këtu? Dhe shpërqendrohet nëse nuk e gjen më njëherë? Absolutisht jo, e ka shumë të qartë. E gjithë qenia e tij është e lidhur me kërkimin e dëshpëruar për diçka për të pirë. Nëse nuk e gjen atë prua, vdes, çështje jete apo vdekje. Dhe ai karakterizon një dëshpërim i ngjashëm kërkimin tënd për Perëndin, apo është arsyeja pse ëndra ishte një përvojë kaq e fuqishme për gruan, për vajzën, ishte intensiteti i kërkimit. Ajo nuk e gjeti burrin me një herë dhe ju desh të vazhdonte të kërkonte. Si rezultat, kur më në fund e gjeti dhe e përqafoi, gëzimi i saj ishte dhe më i madh, madje për atë që mundohesh e do edhe më tepër. Po kështu Zoti mund të fshehë praninë e tij nga ne dhe të na lërë në një shkretëtir të thatë dhe të etur për një kohë, të ekspozuar ndaj realitetit të mëkatit ton dhe thyerjes dhe boshllëkut të dhimbshëm të kësaj bote, jo sepse të urren dhe kënaqet teksa t'i vuan, por pikërisht sepse të do. Ai na do shumë për të na lejuar të kënaqemi me zbavitjet sipërfaqësore dhe zvendësimet e gëzimit me të cilat kaq shpesh kënaqemi. Kështu që ai largon ato dhe ne rrotullohemi në shkretëtirën ton net pas neti. Më në fund duke filluar të kërkojmë atë. Interesante është me fëmijët e vegjël, mbaj mend kur fëmijët Noeli dhe Sioni ishin të vegjël, pëlqejnë ndonjëherë ëmbëlsirat dhe kur ti ja heq, ndonjëherë, sidomos nga Noeli dilte fjala ti s'më do. Edhe të godiste fjala ty si prind. Por kur ti e mendonje, po ti ishe shumë emocional, po vërtet unë nuk e dua fëmin tim, na të keqen babi 10 kg çokoladë, haj, të ka babi qyp në mjalt. Jo, kjo do ishte dëmshme, unë do ta vdisja ti mbirë në këtë mënyrë. Pavarësisht se ai nuk e kuptonte, dhe më thoshte ti nuk më do, të duhej për shkak të dashurisë shumë më të madhe për t'ia hequr atë gjë. Më mirë pak lot në atë çast, se sa vuajtje më vonë. Errësira e zezë e natës sonë është në ftesë në fakt. Kur ti je në errësirën më të errët të natës tënde në jetë, mos haro. Është një ftesë nga Zoti për ne që ta kërkojmë atë. Është një letër që Zoti ka fshirë çdo shpresë tënde për të ngjallur vetëm një dritë, për të kërkuar me zell, me padurim, me dëshirë, ashtu si vajza në këtë poem kërkon djalin e saj, madje dhe shkon dhe tek të gjithë format e saj, shkon e kërkon në shtëpi, kërkon në rrugë, madje pyet dhe të tjerët dhe askush nuk e ndihmon, por kur e gjen, në fakt e la ai përpara, e gjen ai, po ta vësh re. Ajo e kap, e gjen dhe nuk e lëshon më. Megjithatë lajmi i mirë u ngjilli se ai që kërkojmë nuk po luan fshehur as i ku ka fshehti me ne. Edhe ai po na kërkon. Krahas shëmbëltyrës së mbretërisë që na përshkruan se si në kërkim të mbretërisë si një thesar që sapo e pam, Jezusi tregoi gjithashtu një seri shëmbëltyrash rreth kërkimit të Zotit për mëkatarët. Kërkimi ynë për Zotin nuk është një përpjekje për të gjetur një hyjni të largët dhe të pakapshme që fshihet në mënyrë tekanjoze mes universit të errët. Nuk mund të humbasësh Zotin nëse e kërkon, do ta gjesh. Jezusi bën një premtim. Nëse më kërkoni, mund të më gjeni. Jo, nuk është kështu vargu. Ajo fjala mund bën diferencën e madhe. Nëse më kërkon, do të më gjesh, është premtimi i Zotit. Miq, edhe në natën më të errët të shpirtit tënd, kur Zoti mund të ndihet kaq i largët dhe gjithmonë aty në kranet i të apur duke pritur që ju të ndjeni boshllëkun tuaj dhe të vraponi drejt tij,
Shpeshherë Zoti largon, shpeshherë Zoti sjell stuhit shumë të fuqishme për ty dhe për shpirtin tënd. Dhe njerëzit shkojnë nga betejë në betejë dhe harrojnë që këto janë si një këmban që bie për të sjellë vëmendjen, për ta njohur atë. Ai mezi pret për të mirëpritur, për që ti të ndash intimitetin e shpirtit tënd në tryezën, në banketin e të ngopurit me të. Sa keq njerëzit vazhdojnë dhe nuk mësojnë nga kjo gjë. Te kursi anglishtës po bënim një pasazh që më ka ngelur në mend që nga këtu e 2 javë më përpara, që thoshte, nëse ju kujtohet për ju që ishit, që nga një njeri vetëm Zoti bëri gjithë njerëzit dhe kombet dhe i dha kohët e caktuara kur do të jetojnë dhe vendet ku do të jetojnë, dhe e gjitha kjo ishte për një qëllim që na thot tek vargu tjetër, në mënyrë që ndoshta, ka një shprehje aty të futur, ndoshta ata të mund të kërkojnë, ta gjejnë, ata që kërkojnë ta pun ta gjejnë ata. Dhe interesante është që nuk kam për ta pasur të gjithë, por ata që vërtet ju tërheq një vëmendje kjo pjesë. Nxitja e mallit ton për Perëndin, jo e mallit në kontekstin e drogës, por në mallit mall, nxitja e mallit ton për Perëndin. Shko si ka fjalë në gjuhën shqipe? Si mund të zgjojmë dashurinë e shpirtit ton për Zotin? Ku mund të gjejmë atë kur ai duket i largët prej nesh? Përgjigjja për të dyja këto pyetje është e njëjta, e gjejmë atë në ardhjen e tij tek ne, nga Jezu Krishti. A je andiesh i humbur sot, eja tek ai që po ju kërkon. Në Jezu Krishtin Perëndia erdhi për t'ju kërkuar dhe për t'ju shpëtuar. Për të nuk ishte thjesht një ëndër shqetësuese. Ishte një udhëtim larg nga rehatia dhe lavdia e qiellit në shkretëtirën e errët dhe të thyer të kësaj bote. Nëse ka një mrekulli që ka ndodhur, nuk është krijimi. Nëse ka një mrekulli shumë të lartë, nuk është thjesht ekzistenca e jetës, por nëse ka një mrekulli të madhe dhe reale është që Zoti, krijuesi i universit, Perëndia, la qiellin dhe u bë njeri. U kryqëzua, u godit, u pështy, u torturua nga duart e atyre që krijoi. Për të shkuar deri në vdekje, madje deri në vdekje në kryq. Atë që nuk njifte mëkat, Zoti e bëri që të ishte mëkat për ne. Ai hyri në marrëdhënie në të cilat do të zhgënjehej, do të tradhtohej nga ata që i donte më shumë, ndërsa dishepujt e braktisën dhe ikën, duke mohuar se e njihnin. Ai hyri në një shkretëtir të uritur dhe të etur, ku u përball me tundime më të ashpra të Satanit, duke thënë, duke goditur në identitetin e tij, nëse je biri i Perëndis, urdhëroi që këta gur të bëhen bukë. Megjithatë ai u përgjigj me besnikëri. Njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por nga çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Megjithatë ne e morëm këtë bari kërkues dhe e gozhduam në kryq, duke hedhur poshtë mbretërinë e tij të lavdishme në ndjekje të mbretërive tona të vogla. Madje Zotin ne sot e përdorim si një llambë Aladini, duke fërkuar o Zot të bëj qefin ty të më plotësosh të dëshirë. Zgjohu, shikoj pak më tepër kuptimin e jetës. Ne nuk e donim atë që ai po ofronte. Ne sot nuk na intereson Perëndia, edhe unë e them shumë me siguri sepse thot Bibla, njerëzit nuk e duan Zotin. Njerëzit duan gjërat e Zotit. Nuk duan të njohin. Unë e them shpesh, a ke dëgjuar ndonjëherë njerëzit të urojnë njofsh Perëndin? S'ka urim të tillë njofsh Perëndin. Po çfarë ka urime? Zoti të bë kofte, Zoti të dhënë shëndete, parae, pune. Ja, lutemi për ditë për shëndet, thonë njerëzit. E bëjmë Zotin një magazin, dyqani, ku vetëm nëm, por a imagjinon dot, sikur fëmia yt, dhe ka ndodhur raste në botë, kur fëmia e do prindin vetëm për shkak të paras. Dhe është të tmerrshme, është një lëndim i madh kur Perëndia, mbreti i universit,
Shikon kërkesat e njeriut është vetëm nëm këtë, nëm atë, po si nuk erdhi kush që ti thot Zot, po kush je ti? Ti më ke krijuar me personalitet dhe patjetër që ti duhet kesh një personalitet. Si është personaliteti yt? Ne ishim të kënaqur në humbjen tonë njerëzore. Pikërisht atë moment të dhimbjes së tij më të madhe, megjithatë ndërsa biri njeriu dhe ka fjalën për Krishtin, u ngrit në kryq. Ai u bë më i dukshëm për të gjithë sytë e dëshiruar që Perëndia ka hapur. Ai u bë një dritë shprese për të gjithë ata që janë në kërkim, për të gjithë ata që Zoti Perëndia i uni thret. Tani ai qëndron në qiell i ringjallur nga të vdekurit. Ne kemi një shprehje në gjuhën shqipe që thotë: kush vdiq matan, vajti dhe erdhi dhe të na thosë se çka? Krishti. Kalon pyetja tjetër. Po ku e dim ne që është e vërtet? Është e vërtet. Kam mjaft fakte për vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit. Në fakt më thoni sa është data sot. Kalendari shënon vitin 2025. Nga kush? Qofsh ateist apo çdo gjë tjetër qofsh. Ajo datë që t'i shkruan është një dëshmi që tregon që ka 2025 vite që kur Perëndia i hyri në rasën njerëzore, ndau vetë historinë në dysh. Nuk pati burr tjetër kjo tokë që të ndaj historinë njerëzore në dysh. Ai u bë një dritë shprese për të gjithë ata që janë në kërkim, për të gjithë ata që Zoti Perëndia ynë po i thret pranë vetes. Tani ai qëndron në qiell i ringjallur nga të vdekurit, duke i thirrur me fitore të gjithë ata që ai ati ka dhënë. Ai i kryqëzuar për t'ju fituar përsëri dhe i ringjallur për shfaqësimin tënd. Ai që shpirti juaj u bë për të dashur, dhe ai që ju ka dashur dhe është kujdesur për ju kaq intensivisht, si thot Davidi, ti më ke endur që në barkun e nënës. Kush i krijovi veshkat e tua? A u shqetësove në një ditë në ato 9 muaj që ishe në barkun e nënës, se si të bëje undën tënde, veshin tënd apo trurin tënd? Jo, ai të endi të punoj që në barkun e nënës sënde. Ja ai për të cilin keni kërkuar gjithë jetën tënde, dhe jo të gjithë e bëjnë të gjë. Eja, nëse e ke këtë thirrje në shpirtin tënd, përkulu përpara tij, pranoje si Zotin tuaj, ndërsa i afroheni atij, lejoni atin, lejoni atë vetë t'ju mbështjellë në krahët e tij të dashurisë. Pastaj kur të zbuloni se zemra juaj është e ftohtë ndaj Perëndisë dhe e prirur të heqë dorë nga kërkimi i tij, meditoni përsëri mbi kërkimin e kushtueshëm të Jezusit për ju. Falenderoni për këmbënguljen dhe për qëndrimin e tij të vetëm në kërkim dhe shpëtimin e atyre që janë të humbur. Ai nuk do të humbas asnjë nga ata që i përkasin atij dhe është premtim, e thot vetë në Bibël Jezusi. Dhe madje dhe kërkimi juaj frustrues për të është pjesë e veprës së tij të përsosur brenda jush. Në fakt ne vim në këtë botë, jetojmë dhe largohemi. Edhe shpeshherë njerëzit pyesin, çfarë kuptimi ishte gjithë kjo? Çfarë kuptimi ka jeta ime? Dhe të pakët janë ata që kërkojnë të gjejnë vërtet kuptimi real. Fokusohemi kaq shumë nga materia, nga ajo që shohim, nga ato pak gjëra të përditshme, nga ato lek, nga ato dëshira, nga ato nevoja. Dhe harrojmë pse jemi. Fjala e Perëndisë thotë Perëndia kaq shumë e deshi botën, sa që dha birin e tij të vetëm, që kushdo që beson në të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme. Dhe kjo ftesë është për ty dhe për mua kaq reale. Shumë shpejt, unë e them shpesh dhe këtë pjesë, 1 nga 7 ditët e javës do të jetë dita kur do të largohesh nga kjo botë. 1 nga 24 orët e ditës do të jetë ora jote e fundit. Dhe ti nuk e di atë. Ti di vetëm një datë aktualisht. Por, tek ai vargu që përmendëm, Zoti ka caktuar dhe datën e dytë. Ti nuk e di. Asnjëri prej nesh nuk e di. Por mos haro, ke ende kohë të paqtohesh me Zotin. Ke ende kohë të pranosh Krishtin, sepse shumë shpejt do të vi koha kur do të mbyllësh syt këtu dhe do të hapësh para gjyqit Perëndisë. Dhe Perëndia thotë kushdo që besojë në Krishtin, nuk kalon në gjyq, por kalon direkt në jetë. Prandaj dhe Zoti do të jemi si kjo vajzë tek libri Kënga e Këngëve, që nuk rresh së kërkuari atë që shpirti i saj do. Dhe qoftë Zoti ai që shpirti yt do të dëshironte më shumë se çdo gjë tjetër. Le të lutemi.
O atë, edhe emrin Zot nuk jemi të denjë ta përmendim në gojën tonë, sa qënje të ulta dhe të rëndomta u bëm, ti na bëre të përkryer, o Zot, por ne ecëm në mjerimin tonë, duke u larguar nga ty, duke u larguar nga kopshti i Edenit, që me paraardhësin ton Adamin dhe Evën, dhe u endëm në këtë shkretëtirë në jetës sonë, largë teje, duke përpjekur të mbushim boshllëkun që u krijuar në qenien tonë, të cilin vetëm ti mund ta mbushësh, dhe çdo gjë tjetër është vetëm si një vrim e zezë që kurrë nuk ka për të mbushur nga asgjë. Në mëso Zot që do të zgjohemi nga vegjitimi i përditshëm, nga të shkuarit diku, nga të çuarit të hëngrit të bukë dhe të vrapuarit në mënyrë duke mos e ditur se ku shkojmë. Ashtu si njerëzit që shpesh notojnë në një oqean pa ditur destinacionin, kështu edhe ne jetojmë çdo ditë, duke harruar që çdo ditë është thjesht ai tiktaku që na tregon që koha po afron, ku shpirti ynë do t'i jap llogari krijuesit. Dhe fjala jote thotë, o Zot, që nëse nuk qëndrojmë në Krishtin, askush nuk mund të qëndrojë, por vetë se zemërimin tënd do të ketë mbi supet e veta. Na mësoj që do të kemi një zemër për të dashur ty, për të kërkuar ty, për të njohur ty përmes fjalës tënde. Në emrin e Krishtit u lutem. Amen.